Dy live, futemi me njëherë në temë, ti besoj ke ndjekur të gjitha këto zhvillime, si e ke parë këtë të parën fillimisht për kredi sovrane që do jetë pjesa më e madhe ofruar nga qeveria dhe ndalemi dhe të çështjet e IPARD-it. Është një masë e cila deklaruar prej kohës nga qeveria dhe efektiv që tonë sinkron me ato politika, të mbështetjes brëndësisë, por që janë konsiderohen si skema kombëtare. Natyrisht që problematika më e madhe e cila rezulton dhe nga ajo çfarë doli nga takimi i dy ministrave në sektorin bankar, është se si duhet të përcillet kjo politikë subvencioni, ndihmën në vetvete, se të subvencion, e bujshit të cilët në vetvete e kanë humbur të llojsante në vitet e kaluara pikërisht sa për shkak të marrëveshjeve që kanë në momentin kur duhet të për ato lloj kriteresh që vendosen dhe po nga ana tjetër, edhe për pjesën se si bankat e përcjellin këtë lloj politike. Pra, tash më duket sikur ka një vëmendje të shtuar, ka një bashkërendim më të mirë, është mësuar deri diku nga gabimet e kaluara, por ajo çfarë ngelet si skepticizëm është pikërisht se si do të zbatohet realisht në praktikën e përditshme me fermerët. Ndërkohë, Gjokutaj, problemi ka qenë jo vetëm tek mundësia financimit të fermerëve, por edhe mungesa e eksperiencës dhe thithja e tyre. Si e shikon dhe këtë sfidë? Pra, do jenë të gatshëm fermerët që ta kenë të lehtë plotësimin e dokumenteve, formalizimin, që më pas të kalojnë te marrja e këtyre fondeve apo jo? Në fakt nuk kam një informacion nëse Ministria e Pushtetit në bashkëpuntim me ato drejtoritë veta rajonale kanë ndërmarrë të themi një infrastrukturë të tillë për të ndihmuar pikërisht për barrierën burokratike, e cila ka qenë problem dhe ishte edhe një nga arsyet se një pjesë e mirë e projektit të IPARD-it apo ato çfarë bënte AZBR-ja, ja linin si barë administrative pikërisht fermerëve apo të gjitha tyre që aplikonin. Mendoj që në momentin që duhet të jetë menduar diçka nga e kaluara si një gabim, ndoshta do të korrigjohet. Ndërsa nëse kjo është vetëm thjesht si në të kaluar do të tërmet, natyrisht që kjo është një problem i madh i cili do të ndikojë edhe në të gjithë çurinë e këtij procesi që do vetë ka rrisje si që përmenda pak më parë vetëm të tjetër, edhe pse mund të konsiderohet që është më i avancuar në raport me të kaluarën për shkak të disa masave më të koordinuara. Gjokutaj, një çështje e rëndësishme që ka marrë vëmendjen edhe të politikës ka të bëjë me bllokimin e fondeve të IPARD-it. Ndërkohë kemi një mision që ka ardhur nga ekspertët e tij këto ditë në Shqipëri dhe mund të kemi ndonjë lajm të mirë, ende nuk e dim. Ti si e shikon? Jemi pranë këtij vendimi? Ka ardhur koha që të zhbllokohen fondet apo jo? Nuk mendoj se ka ardhur koha, para se se vetë ajo çfarë qeveria do të bëte në fakt deri tani na mungon në këtë drejtim. Ajo çfarë do të bëte qeveria në tërësi duhet të kishte ndërmarrë një hetim administrativ të posaçëm në anën vetë me qëllim që atë çfarë kanë investiguar deri tani ta bënte prezente të publikut. Nga ana tjetër unë do të sugjeroja që të përcilleshin disa masa në publik që përderisa çfarë ka lidhje me monitoringin dhe auditimin jo në mënyrën e duhur për shpërndarjen e fondeve,